Erion Veliaj paditi institucionin e presidencës dhe prokurorin e çështjes së tij Olz Dado të shkërkohet nga detyra nuk ka kryer shkollën e magjistraturës. Brenda vitit Shqipëria nis prodhimin e dronëve dhe armëve të tjera të zjarrit, gati paketa ligjore për kompanitë e përbashkëta mes shtetit dhe privatit. Qeveria pret që rritja ekonomike këtë vit jetë 3.75%, ndërsa borxhi publik do të vijë i rënien, të thëna tregojnë se eksportet shënuar në rritje. Sali Berisha deklaron se protesta 24 janar do të japë një leksion të fortë qeverisë, Kreu-Demokrat sfidon Ramën nëse je burg që ndosëre. Përshëndetje zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Institucioni i presidencës është paditur në gjykatën administrative nga kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj. Pjesë e padisë është edhe prokurori i çështjes Olz Dado. Veliaj kërkon shkarkimin nga detyrat prokurorit, pasi sipas tij ai nuk ka kryer shkollën e magjistraturës. Kryebashkiaku Erion Veliaj ka paditur institucionin e presidencës si dhe prokurorin e çështjes së tij Olz Dado. Në shkresën drejtuar gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, Veliaj kërkon shkarkimin e Dados, si dhe pavlefshmërinë e dekretit të emërimit të tij si prokuror. Kërkojmë konstatimin e pavlefshmërisë absolute të dekretit të presidentit për emërimin e zotit Olz Dado në detyrën e prokurorit të posaçëm të Republikës së Shqipërisë. Detyrimin e KLP të marrë vendimin lidhur me përfundimin e statutit të magjistratit të zotit Olz Dado dhe përfundimin e menjëhershëm të ushtrimit të detyrës prej tij. Veliaj pretendon se Dado është emëruar në kundërshtim me ligjin, pasi nuk ka kryer arsimin e nevojshëm në shkollën e magjistraturës për të ushtruar detyrën e prokurorit. Nga provat e depozituara, rezulton se zoti Olz Dado ka përfunduar arsimin e lartë juridik, por nuk ka përfunduar shkollën e magjistraturës, nuk ka ushtruar më parë funksionin e gjyqtarit apo prokurorit dhe nuk ka mbajtur asnjë nga funksionet e posaçme. Për pasojë, ai nuk ka qenë subjekt i vlefshëm ligjor për t'u emëruar në detyrën e prokurorit të Republikës së Shqipërisë. Madje theksohet se kërkesat e prokurorit në gjykatë kundrejt kryebashkiakut Veliaj kanë sjellë pasoja të rënda për kryeqytetin. Të gjitha veprimet penale të kryera ndaj zotit Erion Veliaj, përfshirë masat e sigurisë dhe kufizimin e ushtrimit të mandatit të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, mbështeten mbi një akt emërimi nulla benitio, duke sjellë pasoja të rënda ndaj Bashkisë së Tiranës, Republikës së Shqipërisë, rendit kushtetues, institucioneve, familjes dhe personit. Sipas padis, Olz Dado i është propozuar presidencës në vitin 2008 nga prokuroria e përgjithshme asaj kohe Ina Rama, ndërkohë që ai nuk plotësonte kushtet ligjore, pasi ishte vetëm noter dhe pa kryer shkollën e magjistraturës. Pavarësisht kësaj, presidenca e ka dekretuar emërimin e tij si prokuror. Shqipëria do të nisë brenda aktiviti prodhimin e dronëve dhe armëve të tjera të zjarrit. Lajmin e bëri të ditur ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, i cili sqaroi paketë ligjore për funksionimin e kompanive të përbashkëta mes shtetit dhe privatit. Këtë vit, nis prodhimi i municioneve dhe dronëve made in Albania. Detajet u bën me dije nga ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, i cili prezantoi në Komisionin për Punët e Jashtme paketën e re për ndryshimet ligjore lidhur me rritjen e kontrollit për eksportin, importin apo tranzitin e armëve të zjarrit. Dy janë detyrimet dhe angazhimet e shtetit shqiptar që kanë çuar drejt një projekt ligji tërësisht të ri. E para ne vime një paket ligjore, ky është vetëm projekt ligji i parë. Detyrimet që na çuan drejt kësaj reforme burojnë nga protokolli i Kombeve të Bashkuara kundër prodhimit paligjshëm me trafikimet e armëve të zjarrit dhe nga ana tjetër dhe direktiva dhe rregulloret e fundit të BE-s. Sa i përket prodhimeve ushtarake që do të bëhen brenda vendit, ministri i Mbrojtjes theksoi se përpos municioneve do të përfshihen dhe uniformat si dhe mjetet e emergjencave civile. 6 kontratat parashikojnë prodhimin e municioneve, prodhimin e mjeteve dhe pajisjeve personale, uniformave, armatimit të lehtë, dronëve, sistemeve antidron dhe mjetet e emergjencave civile. Dhe jemi gjithashtu, siç kam pasur mundësi ta bëj publik disa herë, në përfundim të negociatave me Finkantierin për ringritjen e
e kanë tjerë detajt pas Shalimanit. Ministri tha se ky projekt nuk prek kompetencat e policisë së shtetit, ndërsa qartëson ndarjen e përgjegjësive midis Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Mbrojtjes. Ministri e Ekonomisë Delina Ibrahima i shpreh optimiste se ekonomia shqiptare do të vijojë performancën pozitive, sipas saj rritja parashikohet të jetë 3.75%, ndërsa borxhi publik do të ruajë trendin në rënës. Duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, Ibrahima i tha se eksportet kanë shënuar rritje. Ditët e mira për ekonominë shqiptare pritet të vijojnë. Në konferencën e parë për vitin 2026, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj u shpreh se rritja ekonomike pritet të jetë në nivelin 3.75%, ndërsa borxhi publik të vijojë rënjen drejt nivelit 50%. Kjo është një shifër domethënëse pasi tregon që ky nivel borxhi është i rëndësishëm të theksohet se jo vetëm garanton stabilitet makroekonomik, por na lë dhe hapësira që në të ardhmen ne të mund të hartojmë politika dhe stimulli fiskal me qëllim që të nxisim më tutje ekonominë e vendit. Një komponent kyç i ekonomisë janë dhe eksportet. Gjatë vitit të kaluar, Shqipëria eksportoi madhra me vlerë 346 miliard lek, duke shënuar një rënje prej 6% krahasuar me vitin 2024. Megjithatë, ministri Ibrahimaj sqaroi se në total eksportet shqiptare kanë shënuar rritje. Pesha më e madhe e eksportit lidhet me shërbimet, që kryesisht janë shërbime të lidhura me turizmin, pra eksportet të lidhura me turizmin. Në total, eksportet në ekonomi janë rritur me 6.26%. Për të rritur më tej praninë e produkteve shqiptare në tregjet europiane, pritet që brenda këtij viti të miratohet dhe ligji për produktet Made in Albania. Një tjetër komponent që lidhet ngushtësisht me promovimin është ligji që ne do të miratojmë brenda vitit 2026, ligji për Made in Albania, i cili është një ligj që synon të promovoj produktet vendese në vend dhe jashtë vendit. Në përfundim, ministria bëri të ditur se do të ndërmerret dhe një fushat informuese për bizneset shqiptare, me qëllim përgatitjen e tyre për të bërë pjesë e tregut të madh evropian në kuadër të procesit të integrimit të Shqipërisë në BE. Sali Berisha nuk pranoi të tregojë skenarin e protestës së nesërme të opozitës, por ai tha se ajo do të jetë një leksion i fortë për qeverinë. Kreu Demokrat ftoi qytetarët të bashkohen tubimin, ndërsa sfidoi Ramën duke thënë se nëse është burr, le të qëndrojë në zyrë. Një ditë para protestës kundër qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u bëri apel qytetarëve të bashkohen opozitës në bulevardin Dëshmorët të Kombit. Në një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se shtuna është dita kur do të flasin qytetarët. Nesër qytetarët, populli opozitar i bën gjyqin kryehajdutit të këtij kombi, i bën gjyqin kryeministrit të lidhur kokë e këmbë me vrasës, bandit, trafikant. Sipas kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha, qytetarët duhet të ngrihen kundër korrupsionit të kryeministrit Edi Rama, numri 2 të qeverisë Belinda Balluku e figurave të tjera të qeverisë, pasi protesta është vetmja rrugë. Për të mbështetur këtë tezë, Berisha deklaroi se dhe seanca një ditë më parë në gjykatën kushtetuese për masën e sigurisë vendosur ndaj Belinda Ballukut, tregoi se të gjitha institucionet në këtë vend, nga presidenti i Republikës, parlamenti e qeveria, u rreshtuan kundër SPAK-ut. Nuk ka ditë më të turpshme për atë gjykatë, për këto institucione turpi se dita e djeshme. Edi Rama, Niko Peleshi dhe Harambegaj vunë në rjesht pas lubis për të mbrojtur vjedhjet e saj. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha preferoi të mos jap detaje për skenarin e protestës pas ditën e së shtunës. Qytetarët do të japin leksion qeverisë. Leksion të fortë. Dhe të rri në zyrë të aprovojë. Ka që them, rri aty, moret i ke blinduar, dyrt i ke plumosur, rri, shko futu rri në je burr. Prej kohësh kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i mëson ide se protestat do të jenë aksioni kryesor i opozitës, të cilat nuk do ndalen deri në largimin e kryeministrit Edi Rama e krijimin e një qeverie teknike që do të çojë vendin në zgjedhjet parakohshme.
Gjykata e Tiranës la në burg 3 personat e përfshirë në vrasjen me sende të forta të Petrit Ndot. Ngjarje ndodhur ditët më parë në një rrugë kyçore për aksit Fushkruj Mamurras. I dyshuari kryesor Andi Vokri e la të vdekur 57 vjeçarin pas debatit se kush do të kalonte i pari me makinë në rrugë. Gjatë pasditës së të martës në prangaran dhe shokët e tij për mos kallëzim krimi. Në dëshminë e dhënë përpara tokave të zeza, Andi Vokri ka refuzuar pranoj krimin duke thënë se ishte i dehur dhe se me vetë në automjet nuk ka pasur çekiç. Policia e Tiranës ka vënë në pranga një 43 vjeçari dyshuar si autori disa vjedhjeve në kryeqytet. Nga hetimet rezultoi se 43 vjeçari Klajdi Muhamet, ai banues në Tiranë dhe i dënuar më parë për vjedhje, dyshohet se gjatë 2 ditëve të fundit dhe për gjatë vitit 2025 ka kryer 6 vjedhje, po ashtu ka tentuar të hyjë në institucione dhe biznese të ndryshme. Sipas policisë, më 21 janar 43 vjeçari dyshohet se ka vjedhur një shumë parash dhe dokumente në zyrat e postës shqiptare në rrugën Kujtim Laro. Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia sekuestroi një shumë parash dhe mjete të forta për hapjen e dyerve. Gjashtë 70 persona kanë aplikuar në qarkun e Shkodrës për të përfituar nga paketa e maleve, bëhet fjalë për investime që përfshin zonat më të bukura malore me potenciale të mëdha turistike. Interesi për paketën e maleve vijon të jetë i lartë në qarkun e Shkodrës. Në total, 670 aplikues kanë shprehur interes për të u përfshirë në këtë program, i cili synon nxitjen e investimeve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonave malore. Sipas të dhënave, zonat që kanë regjistruar numrin më të lartë të aplikimeve janë Theth Ndërlysaj me 274 aplikime dhe Ragam Sheldi me 51 aplikime. Gjithashtu Bashkia Shkodër ka dorëzuar dhe hartat e tjera me potencial zhvillimin, ku konkretisht janë Shal, Shosh, Pult dhe Posrrit. Edhe në këtë zona kemi një numër të lartë të interesuar për paketin e maleve, afërsisht 150 aplikime. Sipas të dhënave, interesi më i madh për paketën e maleve në Bashkinë Vau i Dejës përqendrohet në zonat përgjatë luginës së lumit Drin, të cilat konsiderohen me potencial të lartë zhvillimi. Në hapjen e aplikimeve për paketën e maleve janë shfaqur rreth 200 shprehje interesit, kryesisht në zonën e luginës së Drinit, por edhe në zonat e tjera lidhur me zhvillimin bujqësor dhe agrofrutari. Bëjmë edhe një thirrje të fundit për gjithë qytetarët dhe subjektet e interesuara që të vijojnë lidhur me aplikimet përfundimtare të cilat do shërtohen nga ana jonë. Qytetarët dhe investitorët mund të aplikojnë për të përfituar nga mbështetja e këtij programi, i cili adreson zhvillimin industrial dhe turistik. Një aksident është regjistruar në orët e para të së premtes në aksin nacional Maqellar Peshkopi. Një automjet në cilin udhëtonin babe biu për plasma mori në ansor të rrugës. Si pasojë ka mbetur të plagosur të 2 persona që ndodheshin në automjet. Ata janë transportuar fillimisht në spitalin e Dibrës e për shkak të gjendjes së rëndë, pesa 45 vjeçare u transportua për ndihmë të specializuar në spitalin e traumës në Tiranë. Ndërkohë baba i saj, i cili ishte edhe drejtues mjeti, po merr mjekimi në spitalin e Dibrës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Prishtina dhe Beogradi kanë për një pozitiv se i takon bisedimeve për fatin e personave të zhdukur gjatë luftës, të konfirmoi i dërguari i Brukselit për dialogun Sorensen, i cili takoi kryenegociatorët e Serbisë dhe Kosovës. I dërguari evropian për dialogun Peter Sorensen ka deklaruar se Unioni ka pritshmëri të mëdha nga Komisioni i Përbashkët mes Kosovës dhe Serbisë për ta sqaruar fatin e personave të zhdukur gjatë luftës së viteve 1998-1999 në Kosovë. Sorensen e konfirmoi në një komunikat këtë të premte se Prishtina dhe Beogradi zhvilluan takimin e parë 3 palësh të Komisionit të Përbashkët për personat e zhdukur të njëjtën në Bruksel. Bashkimi Evropian ka pritshmëri të mëdha që Komisioni i Përbashkët të jap një kontribut të rëndësishëm në sqarimin e fatit të personave të zhdukur dhe në ndihmën për mbylljen e një kapitulli të dhimbshëm për familjet, të cilat kanë pritur tepërgjatë për përgjigje. Afro 1600 njerëz vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Sorensen zhvilloi bisedime të gjata veç me kryenegociatorin e Kosovës Besnik Bistlimi si dhe atë të Serbisë Petar Petković të njëjtën në Bruksel.
Më pas, në orët e mbrëmjes ai mbajti takimin e parë 3 palësh të Komisionit të Përbashkët. Të dy krye negociatorët, si Bislimi i Kosovës dhe Petković i Serbisë, u shprehën se bisedimet kishin qenë produktive. Tet premiera për fëmijë të rritur janë pjesë e kalendarit artistik të teatrit eksperimental. Drejtori i këtij institucioni thotë se gjatë këtij viti teatri do të përfshijë më shumë të rinj për të bërë pjesë e skenës. Teatri eksperimental Kujtim Sfahi Vogli ka gati kalendarin artistik për vitin 2026. Në fokus të këtij sezoni janë 8 premiera të reja, 4 prej tyre të dedikuara fëmijëve e 4 për publikun e rritur. Të lutem. Pse? Gjergj Prevazi, drejtori i Teatrit Kombëtar Eksperimental, tregon se repertori i ri synon të ndërtojë një raport më të fortë me publikun, duke e parë teatrin jo vetëm si argëtim, por edhe si mjet edukimi dhe formimi kulturor. Ne kemi një shfaqje në repertor për fëmijë, shumë shpejt në fund të shkurtit do të jetë një premier tjetër për fëmijë. Pra 2026 do të kemi të paktën 4 premiera për fëmijë dhe 4 premiera për të rritur. Ndërkohë, nga viti kaluar, kemi shfaqje që janë në repertor, siç u thash, do të jenë në 3 muajt e parë të këtij viti. Siç është I huaj, siç do të rikthehet babai, po kështu dhe Mbi fjalë. Një tjetër shtyllë e rëndësishme e teatrit eksperimental mbetet integrimi I të rinjve si në nivel interpretimi, ashtu edhe në krijim. Ndaj ky institucion vijon të hap dyert për aktorët e rinj, regjisorët dhe dramaturgët, duke I dhënë zë ideve të brezit të ri. Paralelisht me këtë qasje, dramaturgjia shqipe mbetet prioritet me vepra që do të vijnë në skenë për herë të parë ose që do të riaktivizohen në forma bashkëkohore. Ne jemi një teatr që kemi, po themi, një sy qel, një sy hapur për dramën shqipe. Unë mendoj dhe shpresoj që edhe gjatë këtij viti ne do ta kemi në fokus të rinjt, siç u thash, do të kenë hapësirë, do të jenë minimalisht 10 produksione në kuadër të Fondit Teatrit për të rinj. Ndërkohë, në fund të vitit, ne do ta mbyllim me festivalin e hapat. Megjithse 8 premiera në vit mund të mos mjaftojnë për të përmbushur kërkesat e publikut të kryeqytetit, drejtuesi I teatrit thekson se filozofia e institucionit mbetet e qartë, cilësia mbi sasinë. Natyrisht kur nuk është mjaftueshëm, por është rritur. Ajo që mua më intereson dhe ne si teatr eksperimental kombëtar eksperimental jemi të fokusuar, është kualiteti, është cilësia, është estetika që ne prezantojmë. Pra ndonjëherë nuk ka shumë rëndësi numri I produksioneve sesa ka rëndësi kualiteti I tyre. Me këtë kalendar artistik, teatri eksperimental Kujtim Sfahi Vogli synon të ruaj identitetin e tij si hapësirë eksperimentimi, reflektimi dhe formimi kulturor, duke vendosur teatrin në një dialog të vazhdueshëm me shoqërinë dhe brezat e rinj. Zonja dhe zotërin, kjo është I gjithë çka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.